Ato dyert tash në vitin 2025 janë të mbyllura. Dhe kjo është alarmante për një vend të vogël e në zhvillim, siç është Kosova. Kjo qeveri ka pas shumë probleme e shumë deficienca. E para, kjo qeveri nuk është marrë me zhvillimin e vendit brenda, por nuk është marrë me projektet reale të këtij vendi, me projektet infrastrukturore, kapitale. Kjo qeveri nuk është marrë me zhvillimin ekonomik. Kjo qeveri ka pas fokus tjera tema. Ky kryeministër, që është në ikje sipër, ky kryeministër asnjëherë nuk e ka pas në fokus zhvillimin infrastrukturore, zhvillimin ekonomik të vendit. Kur s'ka dalë me vizitu një rrugë e cila është duke u ndërtu, e kanë mbet mrapa siç është rruga Prishtinë-Podujev, autostrada Prishtinë-Gjilan, rruga Prishtinë-Mitrovic, rruga Prishtinë-Pej. Kur e keni pa në punishte kryeministrin ton duke dalë me i përcjell punimet ose me i pa ngecjet e vendit? Shqiqoni, sot ne paguim me qindra miliona euro për energji elektrike që e blejmë nga jashtë. 800 milion euro ka ble kjo qeveri energji elektrike nga jashtë. Me 800 milion euro ne kishim ndërtu kapacitete të reja prodhuese mrena vendit. Kur ka dalë ky kryeministër me bisedu për problemin energjetik që e ka vendi? Sot paguim faturat nalta, e i paguim për shkak se jemi duke ble energjin nga jashtë, kurse në anën tjetër nuk është bë asnjë hap për me ndërtu kapacitetet të reja prodhuese. Dhe kjo është ngecja e madhe që i ka ndodhur këtij vendi. Dhe tjetra, shumë e rëndësishme, marrëdhëniet tona me partnerët tonë strategjik. Kosova kur nuk ka qenë në nivele më të ulta të marrëdhënieve tona me partnerët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n. Ne jemi nën izolim aktualisht, nën sanksione. Kjo është e tmerrshme, ju lutem. Me na paston dikush neve që para 4-5 viteve, që do të jemi nën sanksione në vitin 2025, kishme qenë e pabesueshme. Por sot ky është realiteti. Kosova është nën izolim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministrin ton nuk e pret askush atje, dhe është gjithashtu nën izolim edhe nën sanksione nga shtetet e BE-s. Cili është takimi i fundit i madh i kryeministrit ton, bilateral, ku flitet për zhvillim, ku flitet për integrime evropiane, ku flitet për projekte infrastrukturore. Cili është ai takim? Nuk e ka derën, e ka derën e mbyllur. Ato dyert që janë hap përpara, prej presidentit Rugova e tutje. Ato dyert tash në vitin 2025 janë të mbyllura. Dhe kjo është alarmante për një vend të vogël e në zhvillim, siç është Kosova. Ne duhet ta bëjmë krejtësisht kundërta. E LDK do ta bëj krejtësisht kundërta. Ne do të jemi në partneritet strategjik të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e BE-s, në mënyrë që bashkarisht të ecim në zhvillimin tonë.